Janë disa libra që ti nuk i lexon për historinë, po për faktin që ti takon veten aty, pa filtra, pa maska. Një ndër këto libra është Gjeniu nga Theodor Dreiser. Në qendër të këtij romani është personazhi kryesor Eugeni, një njeri, një artist i talentuar, e një njeri i përthyer mes epshit edhe shpirtit. Ai kërkon kuptimin shumë herë, por bie. Kërkon dashurinë, por ngatron pasionin me përkushtimin. Dreiseri nuk e gjykon atë, e as unë nuk dua ta gjykoj, sepse sa herë që shoh që ai përpishet mes dhimbjes edhe dëshirës, kuptoj që ai është njerëzor, ashtu siç jemi të gjithë. A keni ndjerë ndonjëherë që brenda jush jetojnë dy forca, njëra e cila tenton të jetë e mirë, e drejtë, e pastër, dhe tjetra që do të ndjek dëshirën, edhe kur ajo ndjek çdo gjë. Gjeniu nuk është për ata që kërkojnë perfeksionin, po për ata që duan të jenë të ndershëm me vetveten. Kështu që nëse je i ndarë mes asaj që je dhe do të jesh, lexoje Gjeniun, jo për gjetur përgjigje, po për të dëgjuar një zë tjetër që flet si ty.